أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فhamdojmë Allahun subhanahu wa taala, dërgojmë salavat dhe selame për të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik, dhe mbi gjithë ata që ndjekën rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, Allahu subhanahu wa taala me urtësinë që ka në krijimin e tij i veçon disa gjëra për disa të tjerave. Allah thotë në Kur'an: "Inna rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Allahu krijon çka të don ai dhe për krijesave të tij yakhtar. Zgjedh çka do Zoti për krijesat e Zotit. Allah subhanahu wa taala e zgjodhi Ramazanin. Por veç atij zgjodhi 10 net e fundit Ramazanit. Nëse janë net të veçanta. Gjithashtu më thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e veçoi natën 27. Është përmendur në një hadith nga Muhamedi, ku pejgamberi i ka nxitur sahabët dhe besimtarët në përgjithësi që me kërku natën e Kadrit në natën 27. Kemi përmendur më herë, kemi folur që natën e Kadrit mund me qenë netë tek. Mund me qenë dhjeqën e fundit Ramazan, në netë tek për dhjeqët fundit. Por ka hadithe specifike për natën 27. Pidasi e gjumhuri, shumica ulemave e kanë mendimin që nata e Kadrit ka gjatësat mëdhaja me qenë natën 27, që është nata e santit. Në këtë ligjërat e shkurt desha me përmend një gjë që na hin neve në rrugë, bashkë sante. Cila është ajo gjë? Çështja që me shfizu këtë moment, me nxitu, me sakrifiku, me dhonë çdo sen që kina në këto net, e sidomos sonte. Pse kështu? Nga sa është një mësi shumë e madhe, e nuk përsëritet kjo. Pa më doni, brenda vitit vetëm një herë përsëritet kjo vlerë. E Allah thotë në Kur'an disa vende, e kemi një mësim kuranor, ku du të me nxit në punë të hajrit. Allah thotë në Kur'an: "Fastabiqul khairat." Garoni, shpejtoni në gjëra të mira, në hajrate. A nuk është hajri ma sonte? A nuk është momenti që ne sonte me bo gara? Kush ma tepër ka me falë namaz? Kush ma tepër ka me lezu Kur'an? Kush ma tepër të bëni istighfar? Nga se urdhni i Zotit është bërë. Shpejtojni në gjërat e mira, në hajrate. Allah subhanahu në një ajet tjetër thotë: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dhe shpejtoni, prapë të përshomi, shpejtoni në falën e Allahut. A nuk është nata e Kadrit një ndër synimet e natës Kadrit, Allah me na falë mëkatet. As ka thonë pejgamberi selam: "Men qama lejlatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai cili falet natën e Kadrit me besim dhe me shpresë, i falet mëkatet e kalume. Allah na thotë: "Wasari'u ila maghfiratin." Dhe shpejtojni dhe garrojni në falën e Allahut. A nuk është momenti bashkë sonte? Praktika këtij ajetit. Të garrojmë, të mundohemi, të japim maksimumi që kena. Në istighfar, në duaja, në lutje, nga sa është natë e veçantë. Gjithashtu Allah në një ajet tjetër thotë, kur të kanë për Musa alayhis salam: "Wa ajiltu ilayka rabbi litarda." Musa alayhis salam shpejtoj që me taku Zotin, takimi me Allahun që është Musa alayhis salam. E shpejtoj takimi me Allahun. Pse se kishte dëshirë me taku Zotin? E ulemaja thonë, shpejtimi, nxitimi, ngutja, punë të hajrit preferohet. Kurse më thonë, punë të këqija do të më tërheq. Kurse punë të hajrit do të më bëj sa më shpejt me ngajt dhe me shpejtuar. Pra më thonë, këtë çështje kuranore, ky mësim kuranor që me nxituar dhe me shpejtu dhe me dhënë maksimumin, është një moment shumë i veçantë sonte nata e Kadrit. Ka si mund ta shfryzojmë, edhe nga se si thash më herët, kjo nuk përsëritet vetëm se një herë në vit. Edhe me qëllim që mi arrit ta mirësitë. Gjithashtu Allah thonë një ajet tjetër: "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Njësoj, garrani në falën e Allahut. Pa shkojnë disa vende në Kur'an e shohim që duhet me garru besimtari. E sidomos natën që jemi sonte këtu. Dhe të dashur, prej qëllimeve të adhurimit,
është edhe afrimi me Zotin. Njeriu kur adhuron Allahun subhanahu wa taala, afrohet tek Allahu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith: "Wa ma taqarraba ilayhi 'abdi bi shay'in", kur tregon pejgamberi për që më së shumti robin e afron te Allahu, e tregon që janë farzët. Elhamdulillah kemi kry farzën, yatsin e falëm, taravin, as për sunetit, agjëru muajin Ramazan, ditët e Ramazanit, kurse tani pas që kemi bërë këta farze, e rrugës është më marrë me nafile. E namazi i natës, istikfar janë vepra vullnetare. Atë sa më tepër robi mirë në këta net me vepra vullnetare, i shtohet afrimit tek Allahu. Edhe për ka thonë në hadithin në vazhdim: "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibba." Vazhdon robi të më afrohet mua me nafile, me vepra vullnetare derisa unë ta du atë. E momenti sonte që ne me shpëtu nafilet, edhe më mos më shumë istikfar që me fitu këtë dashuri të Allahut, është momenti i veçantë. E së mos nëse s'kemi mundësi mu falë, me në të komë, me bo istikfar, me bo dhikër. Nëse është me një hadith, Pejgamberi ka thonë me një hadith: "Idha taqarraba ilayhi 'abdi shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an." Nëse robi më afrohet mua një pëllam, unë atij afroj një krah. Nëse ai më afrohet një krah, nëse ai më afrohet duke ecur, një afron atij duke ngajt. Është momenti sonte që ne më kthej Zotit. Atë sa më tepër ne kthejmë Allahut, Allah na afrohet neve. Pa më dëni më thonë sonte, është mirë mi kujtu këta vlera. Këtë afrim të Zotit subhanallahu me qëllim mi arrit ata vlerat e mëdha që i ka nata e Kadrit. Allah na fal gjithë neve mëkatet. Na lërof Zoti subhanallahu nga ajo listë, nëse jemi për listën e banorëve të xhenemit, e na bëv Zoti prej banorëve të xhenemit, Allah na pranoj gjitha adhurimet që kemi bërë. Vazhdojmë me namazin. E kemi këtu një talebe të Medinës, do ta falë disa recate inshallah. Allah e shpërblet. Vërmë. Давай ставче. Shkurt, nuk e mbash.